Kompanisë Prizmus. Të premten, në datë 17, në Galerinë e Arteve të Shkodrës është hapur një nga ekspozitat e mirëpritura dhe që kanë munguar, sidomos to një muaj gjys, 2 muajt e fundit. Dhe them e munguar sepse së fundit kanë qenë disa element reprezentativ të mendimit të çuditshëm, të fondeve dhe njëkohësisht të projekteve të cilët sigurisht nuk i ndjek askush, nuk i viziton askush, cilat vinë nga Tirana dhe që kanë fonde, por asgjë për të vlerësuar dhe asgjë për të vlerësuar. Në këtë koncept në cilin unë bëj pjesë, po dhe një pjesë e madhe, e stërmadhe e Shkodrës është prezent. Një argjim i tillë parash të njerëzve me emra të shumt që kanë vizita jashtëzakonisht të pakta, të vogla, të një thjesht zhurmë mediatike, po që edhe zhurmë mediatike nuk e ndjekin shoqëria dhe Shkodra, e cila është normalisht është një nga qytetet më të ndjeshme për sa i përket edhe pjesëve të kulturës, do të thotë që me të vërtet ato para, ato projekte janë marrëzi kulturore, e cila ka disa qëllime për të mbritur, por që nuk hyn në zemrën dhe në trut dhe në, nuk e di, mendimin specifik kulturor të Shkodrës. Shkurt janë harxhim parash dhe kohë, po dhe vendi. Dhe kjo na bënte që sigurisht të vuanim për një prezantim. Dhe kështu që u bë e mundur me anë një artisti vlonjat, artisti të njohur të Vlorës, sigurisht edhe peisazisht, po njëkohësisht edhe një piktor i ngjyrës së tekshme, fenomenit të jashtëzakonshëm Vlorë, të gjiut të Vlorës edhe jugut të Shqipërisë në mënyrë të veçantë, ashtu siç janë piktorët shkodran që zakonisht merren me veriun, po edhe ata të Vlorës me jugun edhe me Vlorën, pa lënë në një anë të gjithë bukuritë e Shqipërisë, që quhet Edi Kojani. Edi Kojani sigurisht ka një drithije në ngjyrat e tij fantastike. Peizazhin e Vlorës e qanë, por atë të Gjirokastës. Edhe peizazhin urban e ka të shkëlqyer. Sigurisht, duke qenë pjesë e Galerisë së Artit dhe kritik i 25 vjetëve në këtë drejtim, një gazetar i ndjeshëm, një njeri që ka punuar gjithmonë në trashëgimi, dhe që normalisht njeh edhe zhvillimet e kohës, kërkesat, dobësit njëkohësisht edhe ato artistë të cilët sigurisht nuk duan të lëshojnë pe nga arti i tyre, e konsideron zotin Kojani një njeri i cili i ka të dyja, e impresionin dhe ekspresionin. Ai dhe nxjerr jashtë ato çfarë do, po dhe të tregon ty se kush është pjesa që ai e ka marrë si inspirim. Edhe projektin piktur urban i tij është i mrekullueshëm. Është i mrekullueshëm sepse ai trajton edhe pjesën e antikitetit edhe mesjetën në mënyrë të shkëlqyer, e trajton në diell, e trajton edhe në dimër edhe në borë, keni pamje aty, edhe ndërkohë unë kam folur e mund ta kem shoqëruar edhe me pamje, siç e përmenda edhe gjiun e Vlorës, është një nga mrekullitë që ka Shqipëria, e përveçme. Shkodra dhe Vlora janë të njohura shumë në veçoritë e tyre, por në mashtin që kanë si qytete, por që kanë edhe hapësirën për rreth tyre dhe në antikitet, por dhe në bukuri fantastike, të jashtëzakonshme. Dhe kjo më ka bërë që sigurisht ta prisja mirë Edi Kojanin edhe mbas një prezantimi një mujor e gjys që gati na deprimoi, na futi në një botë ankthi ku diun të shëmtuar, të çuditshme kjo për nga ato projekte të zymta me zëra pak primitive dhe njëkohësisht edhe me një natyrë që kërkon të devijojë nga ajo që është e zakonshmja. Edi Kojani u prit në mënyrë të shkëlqyeshme. Kishte edhe njerëz që vizituan, erdhën dhe kolegë të tij. Unë takova zotin Polovina nga Berati, kolegi dikurshëm i Ministrisë Kulturës edhe kohës të trashëgimisë,
unë eftova vetë, i them, më thënë, kur do vish në Shkodër, të hapësh edhe ti një ekspozit personale dhe sigurisht e pranoj me shumë qejf. Pastaj folën kuratori, foli sigurisht Fatmir Juka, kolegu, është shumë mirë është një nga specialistët e mëdhej Fatmiri është një nga specialistët e mëdhej të kohezionit kritik, por njëkohësisht dhe ndjenit plota përmbi artin e sotëm të pikturës dhe artit në përgjithësi. Dhe fjalët e tij jo thjesht si përgjegjësi i galerisë, po si njohës i mirë i vlerave kulturore dhe njëkohësisht edhe pikturës në kohë të ndryshme, në timeline-in që jep arti, e bën një nga njerëzit më të mirë, seriozisht edhe sinqerisht, nga njerëzit më të mirë prezantues. Isha afër edhe Sidrit Lojën, i cili është ai që praktikisht e ka rregulluar këtë unë pak kam ndihmuar, shumë pak, e ka rregulluar, e ka lestuar në mënyrë të shkëlqyer të gjithë ekspozitën e Edi Kojanit. Foli pastaj edhe kuratori, foli edhe vetë Edi, tash ju jap mundësinë që të dëgjoni edhe do ta shoqëroj edhe me pamje nga më të ndryshme. Ndiqen. Është mbi vlerësuar prania juaj sot edhe për te kushteve atmosferike. Unë po i thosha sot ftuarve tanë që po së tremni mashiu sepse trupi kulturor që ka Shkodra është i mbrojtur me shi, me gur, me çdo element natyror që vetëm sa ka forcuar me lule patjetër. Po lule thash profesor po e përmendi pak më pas se e ka pru. Po dhe pra. Ne është bërë traditë që në eventet kryesore që ka galeria, siç është në këto personazhe i ftuar, ne kemi pas gjithmonë në ftesën tonë parasysh kemi personalitetet e artit që i kërkonin të shihin si referencë artistike dhe e tillë besoj e kemi vazhduar dhe do ta vazhdojmë këtoj aktiviteti. Në një bisedë që kishme parë edhe me arkitektin kuratorin e kësaj ekspozite, zotin Piero Stefa, po thojmë që për një kohë të gjatë po rendim drejt një arti i cili kishte në vite parë mendimin, konceptin dhe po vendim re që ishim shumon pak disi nga elementet shumë më direkte, shumë më të nevojshme, siç është kontakti me natyrën, siç është në vite parë artisti ose marrëdhënia primordiale që krijohet e artistit me natyrën. Për më tepër me natyrën tonë që është në një ndryshim epokal, do të kishim thënë një kohë të pajetuar, me këto ndryshime të befta, të urbanes në raport me natyrën, po ndryshime që ndodhin edhe tek ne si individ. Edhe marrëdhënia e artistit pikërisht në këto ndryshime fillon të forcohet. Dhe të rrethuar nga një lloj simbioze që kena filluar me kriju me jetën digjitale, është pak e frikshme nëse ne do të largohemi pikturës, nëse ne do të largohemi natyrës, nëse ne do të largohemi elementeve parate, cilat janë pabëtësëra e shpirtit, po edhe ADN-s tonë artistike. Dhe ftesa që i drejtu me ne zotit Edmond Kojani, po ne e thrasim shkurt Edi, kishte pikërisht këtë lloj dëshire që ne të hapeshim edhe nga shkollat e tjera të artit të Shqipërisë. Dhe thamë ta fillojmë me Vlorën, Vlora me gjithë dritën që ka, me gjithë energjinë që ka, me gjithë emrin e madh që ka ndër shqiptarë, dhe ne shohim që na mungon pak kontakte me shkollat artistike të tjera të zonave të tjera të Shqipërisë. Por që me kalimin e kohës ne besojmë sa do të kemi mundësinë ta plotësojmë, jo vetëm këto të vinë në galerinë, por pse jo këto artistë që ne ftojmë bën nesër të tre artistë shkodran. Për ekspozitën e Piros, në fakt, Edi, kurator është arkitekti Piero Stefa, i cili mendoj se ka janë dy fjalë përmishtu kësaj që unë thash, do të marrim edhe pak kohë dhe të dëgjojmë edhe pak Edin se ka rujt në emocionet e tij diçka më na thonë dhe ne patjetër që do ta respektojmë. Faleminderit për vëmendjen, edhe mediat gjithashtu për vëmendjen. Piero fjala për ty. Faleminderit. Është ka pas rastin një në Shkodër bimë dashurit madhe. Këtë vit është hera e dytë që po vi
Kam qenë në shoqërinë e 3 arkitektëve të tjerë që në Pranverë kemi qelur një ekspozitë të thjeshtë, 4 arkitektë. Por tani po vi me mikun tim të vjetër Edi Kojani dhe kam shumë për të thënë, po për të sistemuar gjërat, do t'i lexoj ato opinionet e mia për artin e Kojanit. Të nderuar artist, mikët e dashamirës të artit dhe qytetarë të respektuar të Shkodrës. Sot bashkarisht kemi privilegjin të jemi të pranishëm në këtë ekspozitë të veçantë, ku i ftuari special i vitit në Galerinë e Arteve të Shkodrës është një mysafir nga Vlora. Piktori Edi Kojani me ekspozitën e tij Një udhtim me dritën e mbyllurën, ku ai prezantohet me 36 vepra arti. Edi Kojani ka mbaruar studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në vitin 1985 dhe me njëherë ka nisur punën si pedagog në Liceun Artistik të Vlorës, duke marrë pjesë në gjithë kohë rregullisht në ekspozitat lokale dhe kombëtare. Në vazhdim ai ka hapur 17 ekspozita personale, nga të cilat një në Greqi, ka marrë pjesë rregullisht në 6 edicione të veprimtarisë Ditër Vlonjane të Pikturës të Galerisë Bregdetit në Vlorë, të ekspozitave Pranvera kombëtare, grupimit Brezat, Expo Art Tirana, të kolonive të shumta brenda dhe jashtë vendit, të Institutit të Librit dhe të Promocionit, të ekspozitave fundvitit të galerive në Berat dhe në Fier dhe ka qenë i ftuar në galerinë e qytetit në Korç dhe në Janin dhe është i pranishëm të gjitha eventet dhe ekspozitat kolektive apo në grup të organizuara në Galerinë e Arteve në Vlorë. Edi Kojani është një produkt i një brezit të traditës së pasur vlonjake të pikturës. Dhe në gjithë të rrugtim artistik vjen sot si një personalitet unik i veçantë i cili me arritjet e tij më të mira, sidomos në peizazh, është sot i vlerësuar në grupin e piktorëve të venerit shqiptar. Vitet e fundit Kojani ka punuar pa pushim dhe ka ekspozuar intensivisht. Dhe kjo është çështje e profesionalizmit dhe pjekurisë artistike, që tregon një profil të plot dhe të kompletuar artistik. Me Kojani jemi miq të vjetër, konsiderohemi kolegë, kur nuk takohemi e përfitojmë gjithmonë që është në studio duke punuar. Por kur takohemi, më duket sikur sapo ka ardhur nga udhëtimet e tij artistike, sepse është i mbushur plot me vjen nga rrugë gjatë, plot me ide të reja dhe me fantazinë e tij për projekte të reja që kemi pasur. Ai vjen sot në Shkodër për të na treguar një udhtim tjetër artistik, për të na treguar se ka qenë me penelat, me telajët dhe me ngjyrat e tij, i realizur në vende të bukura egzotike të Shqipërisë, shumë të veçanta, si një ëndër që përsëritet rrallë. Kojani vjen këtu me ekspozitën e tij 18 personale, duke theksuar edhe më shumë individualitetin e tij spikator artistik, duke e mbetur besnik i linjës vetë krijuese, duke sjellë në çdo punë të ekspozuar një lirizëm emocional. Por gjithashtu ka treguar me artin e tij se ai vetvetja, një profil artistik që ndjek rrugën e tij, duke qenë i ndryshëm nga të tjerë dhe një vlerë shtuar në traditën e madhe të artit që solli Shkolla Vlonjane e Pikturës. Piktura para së gjithës ka të bëjë me ngjyrën dhe me dritën, thotë një kritik i njohur, sepse arti nuk pretendon të imitojë natyrën, por të jap artistit të gjithë të drejtën që nëpërmjet lojës së dritës ta çojë objektin artistik deri në kufi e një udhimi kreativ përmes ngjyrës. Brenda kësaj salle Kojani prezanton sot 36 punimet e tij, të frymëzuara nga veriu dhe nga jugu, me detin, me malet, me perëndimet, me mëngjeset, me bulbardhat dhe me mjeshtën e art. Ai vjen nga një rrugë gjatë artistike për të treguar jo vetëm bukurinë pa kontestueshme, por sidomos shqetësimin e tij artistik për dashuritë të shkruara, për dashuritë sotme, që ai i kthej në dashuritë e ardhme. Faleminderit Kojan, unë bërë maestro. Falenderoj të pranishmit, falenderoj Galerinë e Arteve Shkodër, zotin Fatmir Luka dhe natyrisht Bashkinë Shkodër. Me shumë kënaqësi jam në Shkodër. Artisti ka nevojë që në momentet të krijimtarisë të tij do që të ndaj një pjesë të kësaj krijimtarie me publikun. Dhe ardha në Shkodër ishte një kënaqësi e veçantë. Këtu do ta ilustroj me disa mesazhe që mua më kanë ardhur sot nga miq të mi, nga Tirana, nga Vlora, nga Gjirokastër.
Dhe çuditërisht në të gjitha këto mesazhe thuhet suksese në qytetin e kulturës dhe artit. Dhe unë prandaj dhe jam kaq i kënaqur, domethënë me këtë ndihem kaq Faleminderit për fjalën, faleminderit për ngrohtësinë, faleminderit për dritën, për udhëtimin me ngjyra. Kam përshtypjen se do të më ishte një udhëtim i gjatë në memorien tonë dhe i pash i dhe më do shkute shkolla i Shkodrës, këtë sigurisht.